Përshëndetje të nderuar shikues të Infodis, mirë se po takohemi edhe sonte do flasim për temat që kanë karakterizuar ditën e sotme. Fillimisht në mëngjes, Policia e Kosovës ka bërë një aksion policor, Drejtoria për hetim të trafikim të narkotikëve dhe Prokuroria Speciale ka zhvilluar një aksion në disa vende të caktuar ku është gjetur një sasi e konsiderueshme e substancave narkotike. Po për këto dhe shumë informacione të tjera që ka karakterizuar ditën e sotme, ne do të djekim bllokun e lajmeve për të kthyer në studio për të diskutuar për tema të ndryshme. Osmani ka ftuar në takim partitë politike, ku pritet të diskutohet data e zgjedhjeve të reja lokale. Këshilltari për media i Vjosa Osmani, Bekim Kupina, bëri të ditur përse takimi do të mbahet të mërkurën. Në bazë të kompetencave kushtetuese, Osmani ka ftuar subjektet politike në takim të mërkurën më 4 qershor 2025 për konsultime për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Menjëherë pas konsultimeve, Osmani do të caktojë datën e zgjedhjeve, ka thënë ai. Ende nuk dihet ora se kur do të mbahet takimi. Në poligonin e stërvitjes në Babaj të Bokës në Gjakov, sot po zhvillohet dita e vizitorëve të shquar, si pjesë e ushtrimit ndërkombëtar shumëkombësh Defender Europe 25. Në këtë ushtrim ushtarak ku Kosova, përveç sinikoqire, po merr pjesë edhe me afërsisht 1000 pjesëtar të FSK-s, janë të përfshirë 25.000 trupa nga 29 vende aleate dhe partnere të NATO-s. Gjatë ditës së sotme, pjesëtarë të FSK-s, përmes skenareve operativ të përgatitur për këtë ditë, demonstruan gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë me forcat partnere dhe ato të rajonit. Në ushtrim marrin pjesë edhe forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Ky aktivitet po përcillet nga përfaqësues të mediave vendore dhe ndërkombëtare, ndërsa të pranishëm janë edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës, përfaqësues të vendeve të NATO-s, ambasador, si dhe oficer të lartë nga Forca e Sigurisë së Kosovës dhe shtete pjesëmarrëse në ushtrim. Për herë të parë në aeroportin e Gjakovës është vendosur komanda taktike e divizionit të 8 të Këmbësorisë. Në poligonin e stërvitjes në Babaj të Bokës janë ekspozuar edhe pajisjet ushtarake. Policia e Kosovës nuk është vetëm aparat force. Brenda saj, po lind edhe ana e tyre sportive, e cila së shpejti do t'jetë e prekshme nga të gjithë përmes pjesëmarrjes së tyre në gara vendore dhe ndërkombëtare përmes klubeve të ndryshme sportive. Tashmë, brenda këtij institucioni është krijuar shoqata sportive me kryetar Isak Ejupi, i cili në një intervistë tregon për iniciativën e përfshirjes së policisë së Kosovës. Ejupi bën të ditur se deri më tani janë themeluar 9 klube sportive që do të garojnë në federatat përkatëse sportive të Kosovës. Deri tani kanë pasur sukses në disiplinat si karate dhe judo, madje kanë fituar edhe në gara ndërkombëtare. Synimi është shumë i qartë që ekipet e policisë të jenë konkurrente me klubet profesionale në Kosovë. Aktivitetet aktualisht zhvillohen në mënyrë vullnetare, ndërsa pritet sigurimi i mbështetjes financiare nga shteti dhe sponsorët për të promovuar vlerat dhe imazhin e policisë përmes sportit. Sa i përket aktiviteteve dhe çështjeve tjera teknike, por edhe stërvitjeve, Ejupi ka bërë të ditur se momentalisht janë duke i shfrytzuar të gjitha kapacitete e federatave respektive sportive, derisa të bëhet një zgjidhje për të pasur terene sportive për ekipet e policisë së Kosovës. I intervistuar.